Pas një seance maraton, gjykata e Elbasanit ka vendosur masën e sigurisë arrest me burg për 9 personat e arrestuar gjatë fundjavës në operacionin e koduar grupi të dyshuar për përfshirje në aktivitet kriminal të prodhimit dhe shitjes së lëndëve narkotike. Sipas njoftimit zyrtar pas shqyrtimit të provave dhe dëgjimit të palëve, gjykata vendosi të pranojë kërkesën e organit të akuzës, duke vlerësuar si të lishëm ndalimin e të gjithë personave nën hetim dhe duke caktuar ndaj tyre masën e sigurisë arrest me burg. Të arrestuarit akuzohen për veprën penale, prodhimi dhe shitje e narkotikëve, e parashikuar nga anenë 283 fraksion 1 dhe 283 fraksion 2 e Kodit Penal, të cilat lidhen me forma të ndryshme të përfshirjes në këtë aktivitet të palishëm. Sipas vendimit të gjykatës, për secilin prej tyre u konfirmua ligjshmëria e ndalimit dhe urdhërua vendosja në institucionet e ekzekutimit të vendimeve penale, me qëllim që të qëndrojnë në dispozicion të organit procedues gjatë vijimit të hetimeve. Gjithashtu, gjykata ngarkoi prokurorinë dhe policinë gjyqësore për zbatimin e këtij vendimi, ndërsa shpenzimet gjyqësore do të përballohen sipas parashikimeve ligjore.